Pak orë pas lajmit zyrtar për lirimin e tij, këngëtari Besart Kelmendi, i njohur si Gjesti, ka bërë reagimin e tij të parë publik. Ai qetësoi ndjekësit duke shkruar: "Shnoshe mirë afër familjes tem. Ju dua e falënderit 100 herë për përkrahjen e mesazhet e mira." Megjithatë, artisti nuk është ndalur me kaq. Përmes një deklarate më të gjatë dhe të detajuar, ai ka pranuar përgjegjësinë për veprimet e tij, duke kërkuar ndjes, por njëkohësisht ka drejtuar gishtin ndaj atyre që i konsideron si shkaktarët e situatës së tij të rënduar emocionale. Mëtej, Gjesti ka bërë të ditur se në bashkëpunim me ekipin e tij ligjor, ka nisur procedura gjyqësore ndaj kompanisë Onima, duke i akuzuar për keq trajtime ndër vite, borxhe të pashlyera, mundësi të humbura dhe dëme të shkaktuara. Për t'i dhënë një mesazh të qartë publikut dhe tregut muzikor, ai shtoi: "Muzikën s'mundet me manal kërkush, sidomos jo njerëzit edhe kompanitë që e kanë për qëllim me i shkatruar artistat edhe me njollos industrinë e muzikës."